zjarë do të ndizet e gjithë Jugoslavia. Dhe invadorët revizionistë ruso-bulgare, po të arrinë në Alpet tona, do të vinë si nazistët gjermanë kur dollën nga Stalingradi. Në rastin e ditë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët. Sazani dhe Karaburumi, pa patur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbinj të veshur me hekur e beton, kur s'kalon dot flota ushtarake sovjetike. Dhe të tilla aventura, në rast se dëshirojnë të futen armi të ruso-bulgare të tjerë, duhet dinë se shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një kom prej 6 milionësh.